Pikërisht kjo parti, që sot nga opozita flet për çështjen shqiptare, në kulmin e pushtetit të saj, më 4 maj të vitit 2010, në Kumanov, bëri që gjuha serbe të futet në përdorim zyrtar në këtë komunë, edhe pse serbët përbojnë rreth 6.5% të popullsisë. Këtu kemi dokumentin. Pra, e zeza mbi të bardhë, kjo është tyra vërtet e BDI-s. Pra, kur duhej të zyrtarizohej, Serbisja në Kumanov kishte zell vote vullnet. Por kur duhej të zgjedheshin hallet e shqiptarëve dhe gjuha shqipe gjithmonë kishte zvarritje. Pas këtij dokumenti natyrshëm lindin disa pyetje. Pse gjithaj kujdes për serbishtën në Kumanov, ndërsa për hallet e shqiptarëve gjithmonë kishte pengesa e vonesa? Pse nuk e patën të njëjtin vullnet për provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe edhe për përfaqësimin e drejtë dhe adekuat?